që kur do më shku në Amerikë, ka thënë mos pyetni se kur do të shkoj, po ju keni me pyet se kur do të kthehem. Do thotë se në mënyrë enigmatike, sepse unë do të shkoj në Amerikë, unë do të bëj gjëra të mëdha në Amerikë, edhe do të A din çka mendoj unë edhe në që është? A din çka mendoj? Është edhe një çështje, dje janë publikuar disa skandale të këtij ministrit Faton Peci. Mendoj që kryeministri pak është edhe largu që mos me qenë në target të mediave me Ka qëllu të jetë. Tash i pak konspirative, do i kanë koincidu kështu me qëllu, po s'ma merr mendje që kanë pas ata informata që Lirin Mehmeta do t'janë nxjerr këto domethënë këtë farë skandali pikërisht dje kur ky shkon në Amerikë. Po këtu skandale do të dalin për çdo ditë. Unë kam edhe një vetëm Faton Peci, këtu edhe ministra të tjerë që presin njëri pas tjetrit ju kam edhe një informacion që ka me dalë edhe një skandal edhe më i madh se sa këto skandalet që kanë qenë i një ministrit e Kurtit në detyrë që është. Të nderuar, na jena në fushat. Po do jena në fushat. Kur jena në fushat është koha e skandaleve, zakonisht. Dhe gjitha këto skandale janë ndruar. Edhe vetë po i prin këta me dalë të skandale. Ta shife kjo rasti i Dim Albashit që të ka mbeti vetëmi burr shtetas në Kosovë me kujdes për Kosovën. Po t'ja skandali... Tash këtu dele dhe thotë kom me kërkesën time është largu emri nga libri që ku fyet edhe ofendohet UÇK-ja. Por tash çka të bëjmë na me gjitha ato libra që janë botu i kanë blerë njerëzve, janë nëpër librari, nëpër botë gjithka, po janë edhe të publikuara online, domethënë nëpër librari digjitale. Po mundet mu distancu, por dëmi nuk largohet. Po edhe nuk mundesh mu distancu, Gonxha është një problem. Në momentin kur një autor, si bashkautor, futet në një libër, një publikim shkencor, le të jetë ndash libër, ndash le të jetë artikull shkencor, para që të fillon votimi, bashkautorët ulen diskutojnë për qëllimin dhe rezultatet që duhet me dalë për ati punimi. Dhe ata dakordohen, po, jemi dakord për këtë qëllim, për këto objektiva dhe për këto rezultata, edhe për metodologjinë. Para se, edhe kryet punimi. Kur të shkon punimi me u publiku, shtëpia botuese ta dërgon një marrëveshje. Me nënshkru. Me nënshkru, thot palët duhen me nënshkru këtë marrëveshje. A dakordoni që e merrni përgjegjësinë dhe llogaridhënien për çdo shkronjë që është brenda këtu. Edhe duhet me nënshkru të dy autorët edhe marrin përgjegjësinë për çdo shkronjë që është brenda butimit. Edhe këta e kanë nënshkruar atë punë dhe e kanë dorëzuar. Tash Dim Albasha këtu ka dalë çesharak. Edhe në aspektin e brendshëm Kosovë, sepse bota e mori vesh që çfarë qasje ka ky ndaj UÇK-s, po ka dalë tash në aspektin shkencor në nivel me botën ka dalë çesharak, se ti një herë dorëzon diçka, i vën firmat aty, merr përgjegjësinë dhe llogarinë për çka ke shkruar, e ata ashtu unë du motor hek. Tash para mendon ato shtëpi botuese se çka mendojnë për një autor të tillë. Domethënë kjo është jo vetëm por është edhe një tjetër punë që këta janë mos respektues të institucioneve që s'kumpo ndonjëherë. Këndo që deri sot e kanë ftuar gjykata, prokuroria në Kosovë, si një shpozitat e kalume, si një pozit që kanë qenë, ju kanë përgjigj. Imagjinoje ti, Xhelal Sveçla, ministri i punëve të brendshme në detyrë, e refuzon me shku në gjykat për gjykimin me gazin lëciat që ka qenë, dhe gjykata dje ka liru ndaj tij, ka kalshu urdhër arrest në usil me forcë, tash qysh, tash ai e qet gjykatën dhe policinë në konflikt. Një ministri që duhet të ishte shembull për qytetarë tjerë, ai bën skandull edhe po. Edhe kemi pa goxha shumë që edhe qytetarët kanë filluar njësoj në një farë mënyrë të qasin edhe gjykatave edhe prokurorisë, po letrojnë pak temë, qëndrojnë pak tek takimet. Vullnet mendon që janë duke shfrytzuar qoftë presidentja Osmani apo edhe kryeministri në detyrë Kurti edhe për fushat, sepse kemi pa edhe takime me qytetarët apo bashkëdhetarët tonë që tonin atje. Ti e shef nas parit faktin se qysh për shembull edhe vendosja e kanë marrë si triumf faktin që ai Kurti ka shku në Amerikë. Dhe mësën është zhvilluar një farë narrativë si një farë mënyrë e re të diskutumit se ajo kena parë që Albinin mund të shku në Amerikë. Po kjo është si pasojë e një farë gjumë e tepër që ta ashtu të egër, që ka shku në personet televizive, që është proklamu faktit që tash Albin Kurti as nuk ka nevojë të shku në Amerikë, as nuk ka nevojë të zhvilluar atë firma atje, kështu që po që ka më përdorur, kjo është më shumë për konsum të brendshëm. Por nuk është diçka që ka më ndodhur, që ka më na kry punë jashtë. Për shembull, është shumë e rëndësishme që në BE për momentin janë 4 deri në 5 shtete
që nuk përpranojnë me hek sankcione ndaj Kosovës. Edhe pone, si dikush që ka prezantuar shtetin e shafon shumë interesuar me shku me folë me shtete, pse aty po refuzojnë me hek sankcionet e BE? Sepse BE-ja, mos harrojmë, shumica është e dakorduar me hek